Puqe motlën. Puqe motlën, puqe. Puqe Katalien, puqe. Puqe motlën. Të dashur miq, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në vlog mas numër 12. Tani ora po shkon rreth 12 dhe ne kemi ndërmend që të dalim nga Teku. I kemi bërë punët e mëngjesit edhe Korali tani ka edhe një orar gjumi dhe shpresojmë që kur të shkojmë nga Teku, Korali të flejë se do gjithkohës në krah. Okej. Allora Catalea? Allora Catalea de Teku? Kokrodhe mamit. Kokrodhe. Kokrodhe. Na. Qa fot në utja ime? Na. Këlla edhe butaliqe. Butaliqe? Po jo me mam, Kolali nuk di të flasi. Akoma. Po mëson Kolali që të flasi. Hajde të lishim bashk. Të lishim bashk. Lere mos e gacmo mami, se po rri. Lere se po rri. Ai më qenë. Që ti kapi floka. Që kështi mami? Giti. Jo, o Catalea. Vishe, Vishe, fute klaun aty. Po pra I vajti aty për ta veshur. Ati ke gjeni në aty. O majmuni mami. Gjoga mami. Melita. Melita. Baba Gjushi? Hajde.
që syt. Të kiti më miku më la syt ti. O që e vla ime. O zot. Që ku më miku. Hajde. Yani hapsi. Le zemre djeli. Please. Please, mommy. Ku? Ati. Po, Atila. Qa? E ho. Që sa bukur? Të pëlqen? Si. Ha? Të pëlqen apo po? Apo jo? Të pëlqen apo jo? Jo. Mos i bërë macës? Katalia, të pëlqen lampa apo jo? Po. Ka bën babi. Dora. Doa. E qëmë me ne. Ha? Unë bujtho macës. Qa i the? E qëmë bëj ne. Qa bëjmë ne? Po. E mate. E bëjmë ne ashtu. Gjeli? Kjo bluza po lëshon shumë push. Në fakt unë kur e bleva tek Korali me 3 me mami, thash ku vajte. Në fakt kur e bleva të qëtë uja, edhe e vesha atë ditë, e vesha një mbas dite, nuk e kisha lar akoma. Në fakt mirë është që robat mos të vishen kështu sa blijen të palara, po e vesha kot për fiksim atë ditë, për të provuar se ishte edhe e butë dhe po më pëlqente, s'po prisja deri sa ta laja. Po ndërkohë po lëshonte shumë push atë ditë, edhe po më hanin hundët jashtëzakonisht, edhe më duket edhe Korali, se dhe Koralin e mbushi këtejna fytyra plot push, edhe thash po i bën në një lloj alergjie, po mendova që si t'lahet një herë mbase do shtrohet, edhe nuk do lëshoj më aq push. Mirë se lëshon push, po më kam mbushur edhe robat e tjera, këto veshjet që ishin kështu të tipit si të buta, edhe si me pellush, i futa bashk edhe shiko se i kam mbushur të gjitha rrobat, është të mersisht. 20.000 lekë mora, tani të thua është të çmimi, po edhe shumë shtrenjtë jo, po.
Edhe lirë fare jo, që të mendosh për kaq materiali keq. Është shumë e butë, vjen e bukur dhe e butë, po që do, që si lëshon komplet pushin. Shumë e shpifur është. Korali, ku ke vajtër, mami? Ku je? Ku je? Që do këtu te kove? Që do këtu te kove? Që u ka mami ti? Hajde. Si ke bërgëmët. Ku i bërë me mamë ka shpis? Dhe lej mami plakat. Fakt, plakat bëhen shumë pis këtu të balkoni, gjashta. Se mos ku ndezin si are këte i nga lagja. Dhe vjena i tymi dhe hirizi. Ta. Hajde mami se je bërë për turp je bërë. Hup. Hajde, hec. Si je bërë. Si je bërë. Po. Hajde të ndëlloj mami. Mola? Mele. Não pode ser molho? Pa, Macia? Deixa eu ver Macia em ti. Hein? O jogue mami ti chai bokul. Pasiko, qual telefoni? Qual telefoni? Telefoni mami te quest. Taka. Sa glad. Wah, maja sup. Ya di mami sup majas. Sup, ada mis pula. Wah, maja. Nyami maja. Ada kuali hanggai supa. Hanggai kuali supa. Siko, derita tu buri babi. Cabukul. Bukul kali. Kuali. Yang bukul. Pa. Cepen kuali. Kuali sot. Korali sot, që kur kemi ardhur në Shqipëri, jo se nuk ka ngrënë, po edhe shumë mirë me ushimin nuk ka qenë, po ashtu edhe ka të leja. Edhe herë e parë sot që se bëra një supë me perime dhe me mishpule. Supën e hëngri sot, por në fakt edhe unë nuk është se jam munduar që t'i jap ndonjë gjë tjetër alternativ, përveç gjellës që kam menduar, suprave, gjellerave që jam munduar unë që t'i prezantoj Koralit.
Dhe kur e kam parë që nuk i ka dashur ato, nuk i kam dhënë gjëra të tjera alternativ që të mos e mësoj keq, se ashtu pastaj i bën dalje të gjitha gjellërave dhe suprave. Ja dhe sot e pranoj supën. Gëtë nuk. Të shkojmë brenda tani, se Korali nuk po ri, edhe të shpresoj që do të bëj ndonjë sy gjumë. Hajde me mamin, hajde, gjemlojme. Hajde. Shko Matja? Matja po e mbaloj Matja bukën. Supën e mbaloj Matja. Ja, e mbaloj. Masala. Oj, dita ime, oj voçkla ime. Ta në garanci më tepër për këtë çështje dhe do thuar ti do të thuash që ai të bëjë atje. Bëj ati ashtu mëre. Opa! E brave. Bëj ati të goja e saj, bëj ati. Oj, gjoti marë. Uj, të nglatullat. Gjimle, mami. Bëj ti tani ore. Me dorën e gocës. Mirë mbrëma. Pak më parë bëra një dush edhe kjo është gjendja e flokëve të mi, direkt nga dushi, pa kaluar as krër, as gjë. Baluket e mia të shkurtra që rrinë sa ande këtej, po do t'i rregulloj me pjastër dhe nuk do t'i rregulloj tani, po do t'i rregulloj nesër në mëngjes. Nesër në mëngjes gjithashtu kemi për të nisur për në skrapar për të prindrit e mi. Dhe tani është ora 9:30, po jam me më dyshje të rregulloj tani rrobat në valixhe. Janë disa rroba faktikisht për të mbledhur edhe për të seleksionuar çfarë do merrem me vete, çfarë do lihen këtu. Por me sa po shikoj, sikur po përtoj t'i bëj tani, por më mirë po vendos një lavatriçe për t'u larë. Edhe po shkoj të shtrihem që të bëj dhe një editim të videos. Dhe këtu mendoj që ta mbyll këtë vlogmas dhe shihemi në vlogmas 13.